Miqtë e emisionit për te traditës kemi ardhur në qytetin e Pogradecit, ku do të flasim me një personazh tepër interesant. Një universitet në Australi ka ndërtuar një program mbi inteligjencën artificiale ku bazohet me të dhënat e këtij personazhi në gjuhën shqipe. E ndjekim dhe dëgjojmë se çfarë thot ky personazh. Profesor, është kënaqësi që unë të takoj dhe të bashkëbisedoj me ju për çka ju keni bërë për gjuhën shqipe. Pyetja ime e parë do të ishte si u krijua lidhja me Universitetin e Australit. Po është një pyetje me interes edhe për publikun. Duket se një profesor i një universiteti në Australi kishte ndjekur disa video të mia dhe në një nga ato ai pa një skem në të cilën kuptoi se gjua në fakt është një matematikë logjike. Pasi në atë skem unë vërejta se përveç tingujve, alfabetit, gjua ka në rend të dytë janë embriomorfemat, aty ku fillon kuptimi i gjuhës, dhe mbas embriomorfemave krijohen morfemat, pastaj fjalët si koncepte dhe më pas fjalit, ligjërata dhe çdo gjë tjetër. Pra, ai kuptoi se gjua është një skem matematike, logjike dhe ndodhi që ai e diskutoi me profesorë të tjerë të atij universiteti, që në fakt është universiteti i tretë i rankuar për inteligjencën artificiale në botë, dhe një nga ata profesorët atje është një ndër 5 më të mirët në botë për inteligjencën artificiale, dhe kështu që u krijua një lidhje. Njëri nga ata profesorët erdhi këtu para 2 vjetësh dhe krijuam dhe lidhje fizike dhe ndonjë një javë këtu në Pogradec, kur folëm shumë për rregullat, për parimet se si emërton gjua sipas teorisë së embriomorfemave, dhe folëm gjatë edhe për punën që ata do të bënin atje dhe idenë që kishin për të krijuar një sistem në mashinë, thoshte ai, duke i futur inteligjencës artificiale ose mashinës një 70% të etimologjive të mia dhe duke i futur edhe parimet dhe rregullat gjuhësore të njohura. Dhe në një farë mënyrë ideja e tij edhe e tyre ishte që më pas me programin që do krijojnë vetë inteligjenca artificiale të zgjidhi etimologjitë e të gjitha gjuhëve indo-europiane dhe synimi i tyre është të krijojnë një sistem për të gjitha gjuhët e botës. Si e pritet këtë? Natyrisht për mua ishte në një periudhë kur nga një anë luftohesha, shumë gazeta në Shqipëri, edhe revista jashtë ose blogje, emisione televizive, bënin emisione ku më quanin sharlatan, ishin kryer artikuj gazetash ku unë quhesha sharlatan, dhe lloj epitetesh, me 10 epitete, për mos thënë gati 100 epitete, dhe vjen dikush nga një botë tjetër shkencore, nga Perëndimi, dhe më thot më jep një ide tjetër. Natyrisht, unë isha i bindur dhe jam i bindur në atë që bëj, sepse teoria ime është rezultati një pune shumë të gjatë shkencore mbi një çerek shekulli, dhe unë e kuptoj që natyrisht ka dhe interesa, por ka edhe mosbesim kur del një teori e re. Më duhet të them se të paktën ne kemi një akademi shkencash e cila për më shumë se një çerek shekulli edhe pse dielli lind çdo ditë, në Akademinë e Shkencave që nga viti 1984 nuk ka lindur ndonjë ide. Dhe e para ide që lind... Më falë që për ndërpres, sepse më dole ke pyetja e fundit që unë do ta bëja. Se puna juaj stigmatizohet nga Akademia e Shkencave, nga universitetet shtetërore? Kjo si puna? Ekziston një etimologji tjetër, që ekziston gati prej 200 vjetëve. Quhet etimologjia sipas gjuhësisë krahasuese
e cila është një formë e ngurtësuar. Ajo nuk e shikon fjalën nga brenda, e shikon nga jashtë dhe krahason atë dhe e gjithë ajo ashtu quajtur shkencë është ngritur mbi një supozim. Dhe ku atje fjalët analizohen vetëm nëpërmjet ngjashmërisë fonetike të tyre dhe etimologjia përkufizohet vetëm si gjurmim historik, jo si zbërthim logjik i kuptimit të brendshëm që mbart fjala. Fjalët në fakt në gjuhësinë krahasuese shikohen si një ruajtje historike. Kjo do të thotë nuk shikojnë format e funksionit të brendshëm logjik të fjalës. Natyrisht, do të thoshim pse kjo lloj gjuhësie, gjuhësia krahasuese e përjashton, kërkon ta përjashtoj, ta injoroj gjuhësinë nëpërmjet embriomorfemave. Kjo do të thotë se pas daljes së teorisë së embriomorfemave, ata që kanë kuptuar më mirë janë akademikët e gjuhës. Edhe kjo do të donte që të rishkruaj etimologjia e 200 viteve. Pra të rishkruaj. Dhe përveç kësaj, gjuhësisë zyrtare do t'i duhej të pranonte se shqipja është matricë e gjuhëve indo-europiane. Do të thotë që është qendër e gjuhëve indo-europiane. Në një kohë që ajo për shumë vite ka folur që shqipja është gjuha me më shumë huazime në botën e gjuhëve, një gjuhë e parëndësishme, dhe në këtë kontekst do t'i duhet të pranonte se nuk kanë arritur të kapin kuptimin real të gjuhës për 200 vjet me radhë. Jo vetëm gjuhëtarët shqiptar, por e tërë gjuhësia indo-europiane ose më mirë të themi gjithë gjuhësia perëndimore. E gjitha kjo, një teori e re, e cila revolucionarizon të gjithë shkencën e gjuhësisë dhe koha ka për ta vërtetuar këtë, vjen jashtë sistemit zyrtar shkencor në gjuhësi. Dhe diçka e tillë është kjo që bëj unë është më saktë, më afër esencës dhe së vërtetës. Kjo lloj gjuhësie që bëj unë do të shkaktonte tronditjen më të madhe në sistemin shkencor gjuhësor të derisotshëm dhe që kjo të pranohet kërkon një kuraj akademike. Kërkon një kuraj akademike e cila nuk ka qenë edhe në kohra më liberale, nuk ka qenë kuraj akademike e pastër. Pse mendon, pse nuk bashkëpunojnë këta akademikë ju? Po pra, sa po ja u thash, teoria e embriomorfemave përmbys krejtësisht në teorinë e gjuhësisë krahasuese. I bie që të gjitha studimet të rrotullohen së prapi me themel. I duhet të pranojnë që gjithë shkenca e deri sotme që kanë bërë nuk ka vlerë, sepse në një karike nuk mund të ulen dy njerëz. Dhe në kariken e shkencës ka vend vetëm për të vërtetën. Natyrisht që unë mendoj që dhe gjuhësia krahasuese ka vlerat e saj sepse shërben si një shkallë ku mund të ngjitet një shkencë tjetër gjuhësore. Sepse dihet që çdo shkencë krahasohet me shkencën pararendëse, derisa të arrihet të zbulohet e vërteta. Ne e dimë se në botë ka shumë teorira. Por teoritë që nuk vërtetohen në praktik ja lënë vendin teorive të tjera të cilat vërtetohen në praktik. Të kthehemi ke fillimi, profesor. Çfarë po ndodh me bashkëpunimin që po bëni me Universitetin Australi? Po, ata kanë përkthyer disa nga librat e mi, i kanë përkthyer vetë në anglisht, ndërkohë bashkëpunimi me ne është se po punojmë për krijimin e ca skemave të thjeshtëzuara etimologjike, në mënyrën se si kërkon mashineria, se si kërkon inteligjenca artificiale, programin që ata kanë, dhe bashkëpunimi ynë me ta është shumë i ngushtë, më shumë në këtë drejtim po punon bashkëpunëtori im më i ngushtë Butrin Balaj, i cili ka përgatitur shumë skema që na i kërkon universiteti atje, përveç se ata përgatisin dhe vetë, pasi siç na kanë thënë që të bëhet një program
në inteligjencën artificiale kërkojnë shumë shembuj. Inteligjenca artificiale, si dhe çdo shkencë, ka parimin e ripërsëritjes. Pra, nëse një gjë ndos një herë dhe i quajmë një fenomen, ajo duhet të ripërsëritet në mënyrë të tillë konsistente në të gjitha rastet. Dhe sa më shumë raste t'i japim, aq më mirë është dhe ajo fillon mëson në fakt metodën e embryomorfemave në etimologji. Janë ca parime të përgjithshme në të gjitha shkencat, duket ato respekton edhe inteligjenca artificiale. Gjuhësia krahasuese sotme indo-europiane ka dhënë mendim për rreth 20.000 fjalë të etimologuara. Ndërkohë, unë kam etimologuar sipas një personi vetëm, sipas metodës e embryomorfemave, rreth 7.000 fjalë. Kjo do të thotë që ne do të na duhej edhe një numër prej 13.000 fjalësh për të parakaluar gjuhësinë krahasuese. Por në aspektin e vërtetësisë së gjetjes, pasi ka dhe një besueshmëri akademike, e cila është një tregues që tregon që sa e saktë është kjo lloj shkence. Por ne dimë që gjuhësia krahasuese është pranuar nga bashkësia akademike, sepse nuk ka patur tjetër. Dhe ne futemi me një tregues tjetër, tregues të vërtetësisë shkencore, etimologjike, që mund të themi treguesi për teorinë tonë të embryomorfemave është 100%, ndërsa për gjuhësinë krahasuese është 0. Kjo mund të kuptohet edhe si mungesë e përballjes. Nëse unë kam kërkuar her pas here në Institutin e Gjuhësisë, në Akademinë e Studimeve Albanologjike, në Akademinë e Shkencave kam kërkuar oponencë, jam drejtuar disa universiteteve për oponencë edhe në Elbasan edhe në Korçë, dhe nuk më afrohet kurrë oponencë. Kjo tregon që ata që kuptojnë mirë teorinë e embryomorfemave janë gjuhëtarët, akademikët, profesorët, por koeficienti i përballjes është 0 me 100. Ndërkohë që ne jemi të sigurt në teorinë e embryomorfemave, ata janë të pasigurt në çdo gjë. Dhe këtu kemi të bëjmë me koeficientin e të vërtetës që del nga koeficienti i përballjes. Apo tjetërsohet gjuha shqipe? Në të kuptim apo tjetërsohet? Duhet fjalë lidhur po më thotë në shkurtim. Unë po e pyet, apo tjetërsohet gjuha shqipe në shprehje, në ndërtimin e shumë fjalive? Për shembull, shumë shqiptarë thonë, nuk thonë dakord. Okej. Është tjetërsim këtu? Jo, nuk mund të quhet tjetërsim. Ua them unë, gjuha shqipe ka kaluar në situata shumë të vështira, ka kaluar në trysninë e disa perandorive, të disa pushtimeve, edhe ka qenë për një kohë kur të gjithë e lëvronin gjuhën me shkrim, populli shqiptar nuk e lëvronte dhe gjuha mbijetoi. Mbijetoi sepse ajo ka një aftësi imunitare që nuk e ka asnjë gjuhë tjetër në botë. Shqipja nuk mund të rrezikohet nga përdorimi i fjalëve disa huazimeve që për hir të së vërtetës përdoren sepse janë ekonomikisht më të shkurtra, më të përdorshme. Çdo kush e ka më të lehtë të thotë okay se sa të thotë dakord, në rregull. Sa i përket për shembull emërtimeve të rrugëve, të qyteteve të ndryshme, emrat e personave që nuk po i vendosin më si emra tradicional, por xhek, xhak, xhok. Kjo nuk është çështje e brendshme e gjuhësisë, kjo është çështje e politikës, e cila nuk është konsciente shpeshherë për çështjet e gjuhës, ndërkohë që ne kemi toponime shumë të vjetra, për shembull në vend të ta quajmë Pogradec, këtu mund ta quajmë Enkelana, pasi emrat e vjetër ekzistojnë, ne kemi jo vetëm emrat të antikitetit, por dhe emra që vinë edhe nga para antikiteti. Është çështje e perceptimit të politikës shqiptare, e cila duhet të ishte më aktive edhe më pranë nevojave që ka vendi ynë, gjuha jonë edhe toponimet tona për të përfaqësuar. Denjësisht me
emrat e antikitetit dhe të para antikitetit. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë me identitetin ton kombëtar. Çfarë po humbet gjuha shqipe? Shumë për të bërë interesant në çështjet e gjuhës, ngrejnë alarme të paqëna sikur gjuha shqipe rrezikohet të zhduket. Në fakt, rreziku i gjuhës shqipe i vjen vetëm nga ikja e popullsisë tonë në emigracion, sepse fëmijët që lindin atje nga prindër shqiptar mund të humbasin gjuhën shqipe. Por këtu brenda në Shqipëri nuk ka asnjë shans që gjuha shqipe të rrezikohet. Unë do mendoja që Ministria e Kulturës në çdo lloj kohe duhet të interesojë më shumë në lëmin për të prodhuar filma multiplikativ me legjenda, me mitologji shqiptare dhe këto në një program të veçantë i fuste për fëmijët edhe brenda Shqipërisë dhe në diasporë, sepse ne e dim jetojmë në një kohë të internetit kur shohim edhe në Shqipëri që shumë fëmijë të vegjël 2, 3, 4, 5 vjeç e flasin anglisht në mënyrë të mrekullueshme sepse shikojnë filma me kukulla me anglisht. Këtë gjë mund ta bënte shumë mirë Ministria e Kulturës dhe shqiptarët kudo që janë e kanë më të lehtë t'u japin fëmijëve në program në tabletet e tyre filma multiplikativ me kukulla në gjuhën shqipe dhe kjo do ishte si të thuash thembra e akilit për të ruajtur gjuhën shqipe edhe që ajo mos të humbi në diasporë. Ku është më e sulmuar gjuha shqipe në bota, në Europë, mund ta quajmë? Gjuha shqipe më e sulmuar është në Shqipëri. Unë e kam thënë edhe në media të tjera, në Shqipëri ajo që nuk ndryshoi që nga koha e komunizmit është sistemi zyrtar albanologjik. Po të bëjmë një paralelizëm me kombe të tjera, po të marrësh për shembull Slavo-Maqedonët, nëse keni vajtur në Shkup, ata kanë ngritur shtatore pafund, edhe pse ata kanë ardhur aty pas shekullit të 6, pas Krishtit, ata kanë shtatore të Aleksandrit, të Madh, të Filipit, ata kanë shtatore të Pjetër Budit, sikur është e tyre, ata kanë shtatore të perandorëve ilirë, të Romës, që nuk kanë asnjë lidhje me ta. Për shembull, shteti grek pretendon që Aleksandri i Madh, Pirua e Pirit janë grek, por në të gjitha enciklopeditë serioze në botë si enciklopeditë angleze, aty shqiptarët quhen pasardhës të Aleksandrit të Madh, Piros e Pirit, Skënderbeut. Ndërkohë, ne kemi historianë të cilët pas një mëdyshje, pa ju dridhur qerpiku, vënë në dyshim identitetin e të jemës së Skënderbeut, vetëm se ajo ndiqte ritualet ortodokse në kishat slave të kohës dhe kështu duan që të falin herojnë tanë kombëtar. Asnjë përmendore nuk ka në Shqipëri për perandorin Justinian. Kanë qenë 3 Justinian. Njëri nga ata ka vënë themelet e të drejtës romake, e cila është bazë sot për të drejtën jurisprudencën europiane. As më shumë, as më pak, Justiniani mblodhi të gjitha kanunet ilire për të ndërtuar të drejtën romake. Ai ishte një nga perandorët më të rëndësishëm, por këtu nuk ka asnjë bocet prej baltet për perandorët ilirë të Romës, të cilët janë disa herë më të shumë se sa vetë perandorët romak. Kjo do të thotë që qeveritë shqiptare nuk janë të kujdesshme. Ministritë e Kulturës nuk janë të kujdesshme, por nuk është vetëm kjo. Shpesh shteti shqiptar shikon se si historian të doktoruar brenda në Shqipëri punojnë për interesat të fuqive slave edhe greke për të tërësuar historinë e kombit shqiptar, edhe për gjuhën shqipe. Edhe pse unë kam bërë shumë zhurmë që fjalorët etimologjik të Çabejt, të Omarit, të Topallit nuk tregojnë realitetin e vërtet të gjuhës shqipe. Është punuar pa pushim që të krijohen dhe janë stimuluar autorët që të botojnë fjalorë të cilët e zgryejnë gjuhën shqipe duke quajtur të huazuar.
kanë arritur deri në një stat sa vetëm 7% të fjalëve të shqipjes t'i quajnë si fjalë vendi ose në diskutim. Dhe në qoftë se natyrisht, po të shikosh tezat serbe për shqiptarët, që thonë shqiptarët janë të ardhur, janë popull që kanë pushtuar tokat serbe, edhe detin, që i takonte Serbisë. Të gjitha çfarë bëhet në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë është konform të gjitha tezave slave ndaj shqiptarëve. Në sa vende të botës ke marrë pjesë në konferenca ku i ke kundërshtuar, ke shpalosur ato që ti ke gjetur? Puna ime është përmbledhur më shumë këtu në Shqipëri. Edhe këtu kam bërë luftë të madhe për të marrë pjesë në 2 konferenca albanologjike, pasi nuk më lejonin të futesha në konferencë. Vetëm me ndërhyrje të shumta kam arritur që të jem në gjysmën e konferencës, pasi mua më shikojnë si armik në fakt, dhe jo si një shkencëtar. Këtu jemi në një vend ku në qoftë se thuaj të vërtetën shkencore, përndiqesh si në kohën e Inkvizicionit. Ju e dini që mua më kanë përjashtuar, më kanë arrestuar, më kanë hapur gjitha ato gjyqe për të më burgosur dhe për çka. Me çfarë mbijeton të themi pak e jeta private e juaj? Me çfarë mbijeton atë? Shiko, unë kam atë idenë që njeriu mund të jetojë edhe pa ngrënë për një kohë të gjatë, dhe unë e kam provuar këtë duke ndenjur. Prandaj jo bëra pyetjen për me çfarë mbijeton se deri diku e di. Ç'është e vërteta, unë tani jetoj fal dashurisë për gjuhën shqipe, sepse ajo më ka krijuar dhe të ardhura nga shitja e veprave të mia. Unë nuk e dija që puna ime dikur do të pëlqej, dhe njerëzit do donin ta bënin të tyre. Kur kam bërë botimin e parë, unë botova 1000 kopje të librit të parë dhe me mendimin që ato 1000 kopje do jem për 10 vjet. Por nuk ndodhi ashtu, mua më desh ta ribotoj brenda atij viti prap librin e parë. Libri u pëlqye shumë dhe edhe unë ndjeva kënaqësinë që publiku më pranoi. E thënë kështu, unë kuptova një gjë. Pas gjithë atyre problemeve që më hapën me ato përjashtimet, gjyqet, arrestimet, unë e kuptova që sistemi shkencor këtu nuk ka për të më pranuar kurrë. Dhe ideja ime është që t'i drejtohem publikut shqiptar. Dhe u mundova që etimologjitë e mia të jenë të thjeshta, të kuptueshme për publikun, jo me një gjuhë të theksuar shkencore dhe të pakuptueshme. Përndryshe, nëse unë do kisha shkruar vetëm për akademikët e gjuhës, jemi sigurt që nuk do më kuptonte njeri. Dhe unë mendova që çështjet e gjuhës, që se dhe akademikët bëjnë botime, por ato i lexojnë mbase 3, 4, 5 veta dhe çështjet e gjuhës flenë në sirtaret e tyre. Dhe unë mundova këtë çështje të madhe të gjuhës shqipe ta nxjerr nga sirtarët dhe ta bëj çështje të një mase të madhe të popullit. Dhe ajo që kam krijuar në rrjetin tim të Facebookut është një auditor i madh ku të gjithë njerëzit diskutojnë për etimologjitë. Shpeshherë ata janë edhe atraktiv sepse japin dhe idera shumë të bukura që më ndihmojnë shumë për të përmirësuar etimologjinë time dhe në një farë mënyre unë marrë dhe një oponencë, pasi miqtë e mi janë 30.000 në Facebook që më ndjekin përveç shpërndarjeve. Kjo do të thotë që për herë të parë gjuha ka marrë shqipe, interesi për etimologjinë e saj ka marrë një masivitet të jashtëzakonshëm. Unë e kuptoj që shumica e ndjekësve të mi nuk janë në lartësinë time, por unë e di që dikur unë kam qenë si ata, kam qenë një amator dhe unë shpreh gjithë respektin tim për ata, edhe kur japim për shembull një variant etimologjik që nuk është i saktë, që ndonjëherë të bën dhe për të qeshur. Por kështu kam qenë dhe unë në fillim, derisa u shtrova aq shumë për vite, sa u bëra profesionist dhe më desh të zbuloja rregulla gjuhësore, parime, edhe mirëkuptoj çdo njeri që në fazat e para bën një etimologji folklorike, popullore. Pikërisht kështu dua të më quajnë këta, sikur jam etimolog folklorist, popullor,
Por ç'është e vërteta, unë kam zbuluar parime dhe hy në rangun e shkencëtarëve që kanë zbuluar parime dhe në fusha tjera. As më shumë, as më pak, duke me njanuar modestin, jam në një rang me Newtonin, i cili zbuloi ligjet e rëndesës, ndërsa unë kam zbuluar ligjësitë se si emërton gjua. Dhe parimi kryesor është që gjua emërton funksionin. Është një parim i panjohur deri më sot. Ju bëni shumë postime në rrjetet tuaja sociale dhe në shumë media. Kush është ai lajm që do japish sot në ekranin e Faksimit? Do të postoj në faqen time të Facebookut një shkrim të shekullit 6-7 para Krishtit, një shkrim nga Frigjët, por që është një shkrim puro shqip, shkrim të cilin ma ka dërguar Nikos Stilos, i cili është një albanolog i famshëm, është edhe truskologu më i mirë në botë, mund të themi. Ai ka rreth 20 vepra, është një personazh të cilin Akademia e Shkencave e Shqipërisë e mban larg, sepse këta njohin si shkrim në shqip formulën e pagëzimit, e cila është aty nga vitet 1400 e ca të Palëngjëllit, ndërkohë Nikos Stilos ka sjell shkrime 7 vjet para Krishtit dhe mbas 10 ditësh të tjera ju do shihni te faqja ime e Facebookut një shkrim 10 shekuj, 1000 vjet para Krishtit, i gjetur në Knossos të Kretës dhe Nikos Stilos e sjell të transliteruar dhe do të kemi shkrime shqip pafund nga Nikos Stilos mbase çdo të shtunë te faqja ime e Facebookut. Fole në përgjithësi një detaj të veçantë që njerëzit do të ndjekin. Shiko, çdo etimologji që unë hes, në fakt është një zbulim i madh. Çfarë do shohim të shtunë? Të shtunën do shohim pikërisht një shkrim shqip gjetur në Turqi, në atë pjesë që quhen Frigjët. Shkrimi është puro shqip, 100% shqip, edhe duhet dhe një dhuratë për Akademinë e Shkencave, e cila vetëm hesht kur dalin zbulime të mëdha të gjuhës shqipe. Në fakt, duhet të organizoheshin fanfara, të binin trumpetat për ato zbulime që ka bërë Nikos Stilos, sepse e çon gjuhën shqipe 1000 vjet para Krishtit të shkruar. Dhe dikush të paktën nga gjuhëtarët zyrtar, të paktën ta kundërshtonte me ndonjë argument. Nuk mund të kalojnë gjërat e mëdha në heshtje dhe lajmet e mira për gjuhën shqipe në Akademinë e Shkencave përjetojnë si një kohë bizi, sepse si duket interesat e tyre nuk kanë qenë kurrë që të nxjerrin të vërteta. Ju e dini fare mirë, ne nuk kemi asnjë lajm shkencor të ri nga Akademia e Shkencave qysh nga krijimi i saj, të paktën që nga viti 84 dhe deri më sot aty nuk ka ndonjë lajm shkencor pozitiv për gjuhën shqipe dhe unë nuk e di përse kjo akademi e cila nuk ka asnjë sukses të shënuar mërzitet kur del lajmi nga revista më e madhe shkencore Science në botë që shqipja është 6000 vjet e folur pa ndërprerje dhe që shqipja është gjuha e parë indo-europiane e gjallë e shkëputur nga origjina e gjuhëve të familjes gjuhësore tonë. Pra, ne kemi kuptuar fare mirë që Akademia e Shkencave e Shqipërisë për mua ka qenë dhe është një institucion ideologjik dhe politik i Beogradit në Tiranë. Dhe po të shikojmë me kujdes, aty ka dhe agent të konfirmuar të UDB-s që janë antar të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Kjo nuk është... Por ju po thoni që Akademia Shqiptare është e servisë? Kjo që them, nuk është një fake. Është një informacion i sakt, i marrë edhe nga burime të sigurta dhe që kjo do të përbënte në fakt një prisje imazhi për Akademinë e Shkencave, e cila duhet të mëtonte në gjykata për shpifje. E përsëris dhe një herë që Akademia e Shkencave e Shqipërisë brenda saj ka agent të fuqive rreth e rrotull që nuk i duan të mirën kombit shqiptar. Do t'i lutesha me këtë rast qeverisë shqiptare që të fuste dhe ajo një agent shqiptar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Nga familja juaj, kush po ju ndjek pas për trashëgiminë e këtyre që ju thash që ju keni bërë për vite?
ka dikush nga pjesa e familjes? Natyrisht, unë nuk kam ndikuar të fëmijët e mi që të merren me këtë punë. Pasi të merresh me etimologji, kërkon që së pari të kesh një bagazh në jetë. Nuk mund të bëhesh shkencëtar në etimologji që në moshë të vogël, si ata që bëhen shkrimtarë që nga mosha 15 vjeç dhe i quajnë shkrimtarë më dhënj. Etimologjia kërkon që së pari ti të sisësh një energji të dijes të plot, kesh një uri shumë të sakta në shumë fusha të tjera, pasi gjua është shkenca për të cilën ka nevojë të gjithë shkencat e tjera për të shprehur. Në një farë mënyrë gjua është shkenca e shkencave, dhe unë e kuptoj fare mirë që mua më kanë vyetur në punën time shkenca shumë, më ka vletur kimia, fizika, matematika, të cilat kanë një logjik të fortë. Dhe unë mendoj që gjua është matematika e parë logjike e njeriut. Natyrisht që dy vajzat e mia kanë interesa në fushën e etimologjisë, bile është edhe pak si humor, po njëra nga vajzat e mia, kur ishte e vogël në klasë 5, klasë 6, kur vinte nga shkolla, thoshte bak, kam gjetur një fjalë dhe ma tregonte. Bile njerë më akuzoi se ti merr fjalët e mia dhe i thuaj nëpër televizione, më akuzoi për plagjatur. Natyrisht, unë nuk kam ndikuar që ato të bëhen gjuhëtare, i kam lënë në rrugën e tyre, ato si vjet janë viti parë në universitet, njëra është për shkenca kompjuterike dhe tjetra është për juridik, por unë e ndjej që thellë ato e kanë një sy nga etimologjia dhe dikur po. Profesor, ishte kënaqësi që ne bashkë biseduam për gjuhën shqipe. Edhe unë ju falenderoj dhe ju mirëpres edhe herë tjetër për të bjerë rrugat në Korçë. Po pse në Korçë? Po dhe Korça kanë nxjerrë figura të mëdha të artit dhe kulturës shqiptare dhe edhe atje ke për të marrë intervista dhe kur të kthesh këtu ndonjë kafe. Miqtë të emisionit Për te traditës, kjo ishte intervista me gjuhëtarin nga Pogradeci, Agron Dalipaj. Miru takofshim në emisionin e radhës.